Fuqia e ligjit na bën të jemi më afër me njëri tjetrin. Në këto emocione, ne do të jemi me Klea Hoxhën, pjesë e fitueses të bashkëpunimit dhe të qenit bashkë të grupit të drejtësisë për debatin universitar. Klea, të falenderoj që je me mua dhe sot. Faleminderit juve. Po ndajmë emocionet e 31 dhjetorit, por si ka qenë udhëtimi në 2025? Atëherë, unë do ta cilësoja vitin 2025 si një ndër vitet më të bukur për mua. Ka qenë një vit që kam arritur disa prej gjërave që kisha qëllim vete. Së pari ka të bëjë me rezultatet në lidhje me studimet. Unë juridikun e kam një shkollë të dytë në fakt që po e bëj. Dhe një ëndër shumë të madhe që ka filluar që kur unë kam qenë në 9 vjeçare, ëndra për të arritur magjistraturën, që shpresoj do jetë, patjetër që do jetë, sepse vendosmëria është. Kështu që jeni edhe pjesë e grupit të vajzave ku keni sjellë çmimin e debatit universitar në Vlorë. Si ishte përballja? Atëherë, unë në momentin që kemi qenë në pjesë e debatit, kam qenë në vitin e parë, normalisht ka qenë një përgjegjësi e madhe. Sepse nga gjithë vitet të zgjidhesh një studente në vitin e parë për të përfaqësuar gjithë universitetin është një përgjegjësi e madhe. Ka shërbyer goxha tek unë ky debat, kështu e cilësoj, përveç faktit që ka qenë mënyra më e mirë për të mbyllur vitin e parë, ka qenë në pjesën e formimit tim të karakterit tim për të kuptuar mendimin ndryshe, pra situata të ndryshme që ne na bëjnë për të menduar ndryshe në lidhje me një temë të caktuar. Klea, në natyrën tënde, je pjesë e debatit apo zgjedh ta menaxhosh të? Jam shumë, dhe këtë gjë dua të rregulloj pak me veten. Ndoshta prandaj edhe sollëm të çmimin ashtu siç e meritoni në Vlorë. Po, mendoj. Jemi 31 dhjetor. Çfarë i uron vetes për 2026? Shpresoj shumë që edhe viti 2026 të jetë një vit po kaq i bukur sa 2025-a. Uroj që të vazhdoj të jem pak më luftarake, të di të menaxhoj gjërat pak më mirë dhe mbi të gjitha të jem pak më e qetë. Është urimi mirë kur e njeh veten mirë, kështu që besoj se këtu fillon pjesa më e madhe e punës dhe angazhimit, po për të gjithë ata që sot e kanë humbur besimin tek ligji. Çfarë do ju thoje? Kjo është një pyetje shumë e bukur. Sepse ligji. Edhe ne vetë si studentë të drejtësisë jemi ndonjëherë skeptik në lidhje me këtë pjesë. Është e vështirë për vetëm në arsye, mund ta presim këtë. Po, mund ta presësh këtë. Ne vazhdoj natyrshëm. Nga skeptiku ose frikëndje. Atëherë, përsa i përket pyetjes tuaj, është një pyetje shumë e bukur, por që në fakt është edhe një pyetje. Besimi i qytetarëve nuk besoj se do të fillojë vetëm nga një thirrje aq më tepër e jona si studente. Por fillon me ju, me brezat e ri. Po. Ne jemi jetues të një realiteti, ne shikojmë prindrit tanë se si e kanë humbur besimin tek ligji dhe të paktën shpresoj shumë që ne të jemi ai brez që do sjellim këtë ndryshim, të bëjmë të mundur që qytetarët të kenë besimin tek ligji, të kenë besimin tek ne. Politikat që të jenë sa më shumë në përputhje me interesat e popullsisë. Në fakt, në vendin tonë, si një vend demokratik që jemi, i kemi këto politika. Sa vjen këto politika në zbatim? Këtu qëndron gjithmonë. Këtu qëndron dhe pikpyetja e madhe, për cilën duhet të punojmë të gjithë së bashku. Ju, ne si media, nga çdo individ. Nuk mund të presim që të fillojë ndryshimi vetëm nga lart. Çdo individ mund të sjellë ndryshim. Patjetër, aty fillon ndryshimi, por kam përshtypjen edhe tek bashkimi që bën fuqi, tek ju brezat e rinj që keni këtë pasion edhe këtë vullnet për të ecur para, ne si media për t'ju promovuar dhe për t'ju mbështetur dhe padyshim dhe instancat përkatëse. Unë të uroj familjarisht festa të mbara, viti begat dhe të falenderoj që ishe me ne. Faleminderit, gëzuar festat e gjithëve. Pas pak.